Përshëndetje miq të dashur, sot do të intervistojmë një njeri I cili papritur ndaloi që të flasë për televizionin tonë. Ai do të na tregoj për pakënaqësitë, po ashtu edhe për vështirësitë që kaloi në atë kohë. Për këto edhe shumë detaje tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Përshëndetje I nderuam, fillimisht falenderoj shumë që u ndale dhe po atë kohë për neve, a mundesh më na tregu pak për dasmat në atë kohë, ç'është dasma në kohë 100% më mirë si që tash. Ka pas zoshnie, ka pas vullnet populli që tash mos vet, ma keq s'ka. E pse? Rinie po ikin që tash. Kemi met klet pleç kemi met. Kriza mallo bo, edhe që ta po ikin rinie. Pi çefit ka kush s'po dërmik. Çashtu. Unë një djali kom, 3 vajzë djali ka shku me nu se veç me shoqen të shtëpia. Veç me shoqen e të shtëpia. Se në atë kohë je duhur me nejt, me këqyr familjen edhe jonë konë ma bashkallak. Po shka me bo me që tash me 400 euro, me 500 euro rogën një ratë. Veti 5 si. Djali ku me marrë që tash. Me një rogë shka me bo. A pju një man djali? Po që tash djali ka shku që 1 vjetë i shka. Që 1 vjetë i shka? Po 1 vjetë ka marrë që tash shoqen 3 muj ka shku dhe shoqe me fëmi. Ka 2 vajzë dhe 1 djali ka. Mashallah, I rujtë zotë. Inshallah, faleminderit edhe ka shku djali. Në atë kohë kur je konë gurbet, ju në konë jeta pak ma ndryshe, zërë që ki pujtë për me full me ta. Jeta për para lutët së konë, me 1 rogë, me 10 marka ki dalë, 1 javë ki angër me pi. Që tash po shosh me ble. 10 marka ne. 10 marka për para. 1 javë me angër me pi, që tash për shpi me angër ti, me 10 marka. Që tash 200 euro shkonë të të problemja tjetë konë, kur gjo, kretë luksuzë. I merë 2 kese 120 euro. Ka kur gjo vëllë motë. Çfarë rendimi ki për penzionat? Penzioni kom 150 euro, unë 150, shoqe 150, me 300 euro. Shoqe ka shiqerë qështu, smut. A për dalin pakten për barna? Për barna, vëllë, sa barna, për shumë, ka 3-4% të barna. 27 euro 1% të barna, shto. A më na fol pak edhe për vështirësitë asaj kohe, sa e vështirë u konë jeta në atë kohë, I një mirë me bujqësi? Me bujqësi për para me të kazu drejt. Për një stjene për rrushë ka kemi fitu, si që tash 150.000 euro, trullë shko bo 15.000 euro, që tash një arë trullë bo. Për para konë 300 milion u konë, si që tash 150.000 euro, trullë që tash me ble s'mush. Që tash një arë s'mush me ble. Për një stjene shka kemi fitu për para. Sa u konë atëherë, sa ka kushtu? O konë me dinarë konë. 300 dinarë kemi ble na 15 arë trullë me dinarë konë. Si që tash me bo sapë që, shka kemi ble 300 milion, që tash 150.000 që tash s'mush me ble. 15.000 euro që tash një arë po bo. Që tash s'mush kur gjohë, një arë me ble s'mush. Pi bujësi shka kemi marë për para. Tash edhe në përtoka nuk po punojnë, tash në përtoka... S'ka kur gjohë. Ka gjine që tash vjetë ka që rushë, ala parës kërë marë. Ala parës kërë marë. Qa që dopto? Ala parës kërë marë. Qire që tash qarmujë, që tash kohë sa këshko, ala parës kërë marë. Duhet nere me ble barnë, duhet me sarpike kretë, ala nuk janë kërku. Edhe në atë kohë respekti u konë ma ndryshe, u konë ma I madhë, dashnia u konë ma e madhe. Dashnia ka pas kretë, I këllon borqë, parë nere t'i këllon. Këllon që nuk guzoj që tash me lonë, edhe s'me marë, s'me lonë. Se jep kush. Që tash kredit bankë edhe kur gjo. Se jep kërkush. Tash I jep dikuj bërgjë edhe duesh mi ali borgjën tënë. Po gjine po vrasën që borgjë që qiri, ku a keq ka shumë. Qëfar këshile ki për rinisë? Qa I kështë thonë rinisë? Rinie, me të këzu, rinie ka që me net, me bo se fa pa punë. Unë 68 vjetë edhe një muj, ku me bo që tash edhe një muj, hala jem të punu. Hala të punu. Hala. Pa punu dhe më thonë vish me pension s'munesh me adon. Jo, për pension për hapës për donë me dalë. Hala jem të punu. 3 vjetë që tash edhe një muj 3 vjetë, ku me dalë pension, hala po punu. E për rinin, sa qëfar menimi ki? Rinie shumë mos vetë, rinie, s'po donë me punu. Po një punu I shalë mos me gjithë. Po një me bo se fa, me angër me pi, pa pu s'ka kur gjo për mëtër. Pa punë s'ka. Ja, s'ka kur gjo, vëllaj. Rishë gjithë ditë kërkush shko, që dash një kitë bukë, si jef kërkush pa parë. Në atë kohë keni punu edhe se keni zgjidhë shfar punë. Kemi punu edhe kemi pas. Edhe s'keni zgjidhë shfar punë. Që tash u bo 10 kg, 1 kg mish u bo 12 euro. Për para kemi bërej pashtarmë ka pas, ka 300 kg pashtarmë për 1 vjetë ka pas, si gjuk ki pas mish, ki pas kretë. Që tash s'ka kur gjo. Tash edhe është Kurban Bajrami, si që dim, tash as nuk po prejnë. Jo, bërë ku me prejnë, shka dëshë bo, me 440 euro rogë, shka me bo një rëvit e 5 me ka. Shka me bo, 10 kg mish, 120 euro. Shka me bo me 10 kg mishti?
Kur gjo? Vakti vështirë. Vështirë shumë, vëllai. Vështirë shumë, Po, dhe jashtëzakonisht po. vështirë. Vështirë, vëllai mos. Pa pas të ardhna prej mërgjimtarëve ose prej dikuj, është shumë problem për me jetu me rrogat Po Kosovë. kush po pi doan mos dha hapa me pija dhe shko vëllai vështirë. Çashtu, a je do në gjite? Ja, jo. Kur s'kum pi? Kur s'kipi? Ja, jo. E çfarë mendimi ki për fëmijët sot që ishe shumë tri edhe e konsumojnë duhon? Ka fiqe plot me punu s'po don tri nuk di. Çashtu. Vëllai s'po don. Po li sa fame, po. Nuk di. Na të falenderojmë për zamërsisht që Faleminderit, ndove jo, ku me neve, faleminderit. e pa të shneten edhe gjithat mira, po shpresoj me u po mirë. Faleminderit. Faleminderit. Kalon edhe ju.